Nga çështjet më të debatuara përgjatë vitit 2025 ishte testi i arritshmërisë. Procesi u shoqërua me parregullsi dhe ankesa të shumta. Mesatarja prej 48.8% ngriti dyshime për besueshmërinë e vlerësimit, ndërsa ekspertët kërkuan reformim të thellë të testimit. Në pranverë mbi 7.000 nxënës nga 239 shkolla morën pjesë në testin ndërkombëtar PISA 2025, i zhvilluar në formë digjitale. Fokusi ishte shkenca dhe zbatimi praktik i njohurive në një proces të ndjekur me pritje të kujdesshme pas rezultateve të dobta të ciklit të kaluar. Provimi shtetëror i maturës u mbajt me pjesëmarrjen e mbi 18.000 maturantëve. Autoritetet e cilësuan procesin si të qetë, ndërsa organizatat e shoqërisë civile ngritën shqetësime për mungesë transparence dhe monitorim të pavarur. Problemet me librat shkollor vazhduan edhe këtë vit me shumë nxënës që mësimin e nisën me tekste të vjetra, ndërkohë rënja numrit të nxënësve mbetet shqetësim serioz. Vetëm gjatë vitit të kaluar shkollor mbi 600 nxënës janë larguar nga Kosova. Një prej zhvillimeve pozitive ishte prezantimi i kurrikulës së re për edukimin në fëmijërinë e hershme, e cila vendos fëmijën në qendër të procesit mësimor dhe synon përmirësim afatgjat të cilësisë së arsimit. Sipas ekspertëve, arsimi i lartë ka shënuar konsolidim, ndërsa arsimi para universitar mbetet problematik. Ata theksojnë se ndryshimi duhet të nisë nga klasa përmes metodave moderne të mësimdhënies, zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe rishikim të kurrikulës. Në arsimin para universitar, konsideroj se ky vit ka qenë shumë i rëndë. Një patem ato jemi ende në përshtypjen rezultateve të PISA-s, mandej këto zgjedhjet e pafundme, mos konsolidimi i institucioneve kanë bërë që ky të mos jetë një vit i zhvillimit, po të jetë një vit i improvizimeve kryesisht. Ka pasur edhe gjëra të mira, por konsideroj se mos konsolidimi i institucioneve ka ndikuar negativisht në instruksionet, këshillat, udhëzimet, mbikëqyrjen, monitorimin që e kanë bë autoritetet qendrore ndaj sistemit arsimor në veçanti atij parauniversitar. Përgjithsisht edhe 2025 nuk është ka pas ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm që na ka sjellë ndryshimin e pritur të një cilësie më të mirë, të një mësimdhënie më ndryshe, të një cilësie më të rritur që është e prakshme mbi gjitha për nxënësit. Pra ka pas shumë debate publike, përgjithsisht të riciklueshme për tema që në thelb nuk kanë ndonjë ndryshim substancial. Vazhdojmë me të njëjtën problematik me tekste shkollore, me dështimet në organizim të testit të maturës dhe të arritshmërisë, me probleme të mungesës së llogaridhënies dhe përgjegjësisë nëpër institucione arsimore, në mungesë të mbikëqyrjes së performancës dhe vlerësimit të performancës së mësuesve. Viti 2025 e gjen arsimin në Kosovë në një udhkryq. Pa reforma të thella dhe të qëndrueshme, sfidat e sotme rrezikojnë të përsëriten edhe nesër.